Prej disa vitesh në Pogradec funksionon 24 orë në shërbim të pushuesve qendra shëndetësore verore. Nisur edhe nga klima, ky qytet përgjithsisht frekuentohet nga njerëz që kanë probleme shëndetësore, të cilët shprehen se një qendër e tillë është shumë e domosdoshme për Pogradecin. Kjo për shërbimin emergjent që i ofron pushuesve. Problemet janë nga më të ndryshmet, që problemet e stinës, intoksikacione, viroza, pickime nga insektet, problemet e tensionit, goditja e diellit nga bapa. Të gjitha këto trajtohen më së miri këtu, marrin të gjithë pacientët që vinë marrin shërbimin e duhur. Më shumë ka dhe fëmijë, po më shumë janë këto moshat e treta që kanë probleme, se duke pasur dhe probleme shoqëruese dhe këto janë më problematik. Normal, kryesorja është ajo, përdorimi i ujit në stinën e nxehtë, larja e shpeshtë e duarve, të konsumohen ushqime të lara, sepse edhe kjo pakujdesia, mizat mund të japin këto problemet e këtyre intoksikacioneve të ushqimeve, dhe jo qëndrimi gjatë në diell, sidomos në periudhën e pikut të vapës. Qëndrimet e gjata ndikojnë në problemet e tensionit edhe të këtyre problemeve kardiake. Jam pushues, vi nga Tirana, pëlqen freskësia e Pogradecit, plus për arsye shëndetësore kam të rekomanduar të nga mjeku që duhet t'i kaloj pushimet në vende të freskëta. Kjo është një vlerë për qytetin dhe për gjithë pushuesit, sepse të gjithë kanë probleme, qoftë nga temperaturat, qoftë nga sëmundjet e ndryshme. Pastaj edhe Pogradeci frekuentohet nga një grup personash, themi, që janë të destinuar për Pogradec, jo për temperaturat larta, jo për plazhe. Janë grup individësh me probleme shëndetësore dhe kjo qendër është më së nevojshme. Unë kam bërë një ndërhyrje në zemër, kam dhënë një stent dhe mas tensionin kontrollohem her pas here për lëvizjen e parametrave dhe analizat. Sipas Elona Katiraj, drejtore e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Pogradec, shifrat e vizitave gjatë vitit të kaluar tregojnë se qendra është shumë e domosdoshme. Ajo shton se ky shërbim ofrohet në të gjitha zonat përgjatë liçenit me mjek dhe infermier, ndërsa rastet e rënda referohen në spital. Qendra shëndetësore verore gjatë 2024 ka kryer 2741 vizita, ndër të cilët 211 kanë qenë turistë huaj dhe pjesa tjetër kanë qenë turistë shqiptar. Zakonisht në këtë qendër vinë shumë turistë, tash po ashtu edhe pogradecarë të cilët kryen matjen e tensionit arterial, matjen e glicemisë, ata me sëmundje kardiovaskulare, pickime e të tjerë, alergji të stinës. Por duhet të them që bashkë me qendrën verore suporton dhe stafi i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, të cilët me një staf për 10 vetash në një çadër ne funksionojmë për disa vitesh përgjatë bregut të liçenit, duke matur tensionit arterial, glicemin, por njëkohësisht duke dhënë dhe informacion ndërgjegjësues se si duhet të ruhemi nga të nxehtët. Për sa i përket breg liçenit, doja të theksoja që ne ofrojmë shërbime shëndetësor dhe në fshatin Lind, që është një fshat turistik, njëkohësisht dhe në fshatin Tushemish, që është në qendër shëndetësore të Buçimasit. Këto qendra ofrojnë shërbimin jo 24 orë, por me 2 turne. Stafi është i përkushtuar dhe atje për pjesën e turistëve, por dua të theksoj që pjesa më e madhe e turistëve në Shqipëri janë të pozicionuar pikërisht në qytetin e Pogradecit. Në rast se kemi patur një rast më të agravuar, ne kemi orientuar nëpërmjet 127-ës, nëpërmjet autoambulancës e kemi referuar rastin ke Spitali Bashkiak, ku gjithashtu kemi një marrëdhënie shumë të mirë për të kryer dhe për t'i dhënë shërbim pacientëve deri në fund. Pogradeci është i vetmi qytet në juglindje që ka një qendër verore shëndetësore me shërbim 24 orë për turistët dhe pushuesit.